Rusët rroqën rreth 24.4 miliardë euro nga sistemi bankar i vendit në 7 muajt e parë të këtij viti. Sulmet me dronë Ukrainës ndaj rafinerive të naftës dhe infrastrukturës logjistike thelluan krizën ekonomike dhe u prap frika se Kremlini mund të ngrinte ose shtetësonte depozitat private për të financuar luftën në Ukrainë. Të dhënat nga tregu financiar tregojnë se kërkesa për para të gatshme filloi të rritet në fillim të marsit dhe ka vazhduar të rritet me rreth 3.05 miliardë euro që dalin nga llogaria çdo muaj. 5 nga 7 bankat më të mëdha të Rusisë kanë regjistruar dalje neto të depozitave të individëve. Gazprom Bank ka qenë më e prekur duke humbur 3.04 miliardë euro, 10.8% të totalit të depozitave të saj gjatë 4 muajve. Shuma totale e parave të gatshme në qarkullim u rrit me 6.53 miliardë euro vetëm në korrik, rritja më e madhe mujore që nga fillimi i vitit, sipas Bankës Qendrore të Rusisë. Në gjysmën e parë të gushtit u tërhoqën edhe 300 miliardë rubla të tjera. Tërheqja po nxitet nga dy frikra që mbivendosen, se sulmet me dronë Ukrainës mund të destabilizojnë sistemin financiar dhe se qeveria ruse mund të ndërmarrë hapa për të sekuestruar ose ngrirë depozitat për të mbuluar kostot në rritje të luftës. Frika e dytë bazohet në ngjarjet e fundit. Prokurorët rus transferuan afërsisht 44.3 miliardë euro në asete private në kontrollin e shtetit vitin e kaluar, sipas Washington Post. Në qershor autoritetet sekuestruan rreth 6.5 miliardë euro në asete të lidhura me miliarderin Vadim Moshkovich, themeluesi i kompanisë bujqësore Rusagro. Putin njëkohësisht ka nxjerrë atë që zyrtarët e përshkruajnë si donacione vullnetare nga oligarkët, me qindra miliardë rubla që kanë derdhur në buxhetin federal deri në mesin e gushtit. Bankat ruse kanë kaluar vite duke u dhënë kredi të drejtuara nga qeveria e industrive të mbrojtjes, sipas udhëzimeve të Kremlinit. Kompanitë e mëdha po lëvizin gjithashtu para për te mundësive të rregulatorëve vendas, me më shumë se 9.4 miliardë dollar që kanë dalë nga sistemi bankar i Rusisë vetëm në 3 mujorin e dytë të këtij viti.